Beko, pas ke mundësi Lushkja, Greca, brenda zonës gjithi Greca, kërkon hapësirë për të majtën. Topi goditë prej tij shkon jashtë skuadrait të Portës, kërcënuese skuadra e Laçit Greca. Topi më jap mirë kërkohet për pas Noa Buese, këtë duhet shpejtësi përballë portierit. Noa Buese nuk koordinohet në momentin final dhe më pas e gjuajtje e pasakteti. Sërish Gilman Lika shmanget, mjaf mirë në kraun e djathtë, vjen më pas kërkosim për ndryqim Shtupinën. Topi goditë prej tij, pritet nga ana e portierit Stazhilla. Luaj mjaft bukur Shkodrani në këto momente. Gilman Lika fton Gligorov, shikon hapësirën që ka në kraun e djathtë. Gligorov brenda zonës, vjen ai krosim i tij me topin që devijohet. Vendasin kërkojnë 11 metrash. Kryesori Kridens Meta është i bindur. Nuk ka patur top të prekur me dorë Gilman Lika në këtë inkursion në kraun e djathtë përballë Turkaj. Gilman Lika topi edhe në zonë. Hygor prek mjaftueshëm për Shtupinën brenda zonës. Shtupina sa pranë kuadratit të Portës shkon ai top. Sa pranë golit është Vllaznia. Gurishta vjen në krosimin në zonë dhe në shtyll. Në shtyll ka gjuajtje e Gilman Likës. Duket për një devijim nga ana e portierit Stazhilla. Të përikthehet një tjetër në hyrje të zonës, ka mundësi për Zogajn, përballë portierit Zogaj. Më pas është Malota, Stazhilla pret, çfarë mundësie për skuadrën e Vllaznisë.